Italia do t'i udhërojë Shqipërisë një anije ushtarake. Pak ditë pasi kryeministri Edi Rama shpreu ambicien e fortë për të fuqizuar flotën detare të Shqipërisë me një anije patrulluese dhe 3 anije luftarake, konfirmohet se Italia do t'i dhurojë vendit tonë një anije të tipit Corvette. Mësohet se anija Corvette e klasit Cassiopeia, që i ka shërbyer marinës ushtarake italiane, do të mbrijë në portin e Durrësit në 8 prill në orën 9 të mëngjesit, me rastin e dhurimit të anijes ushtarake nga qeveria italiane për forcën detare shqiptare, do të zhvillohet edhe një ceremoni. Në ceremoni pritet marrin pjesë dhe ministri italian i mbrojtjes Giudo Crosetto, ndërsa Corverta pritet të dorëzohet nën shoqërinë e krenarisë marinës italiane Amerigo Vespucci. Këto lloj anijesh janë më të vogla se shkatërruesit ose fregatat, por janë të pajisura për detyra të ndryshme detare të tilla si mbrojtja ose mbikëqyrja bregdetare. Klasi Cassiopeia është një seri prej 4 anijesh patrullimi të marinës italiane, të cilat janë ndërtuar në fund të viteve 1980 sipas standardeve civile dhe janë të dizajnuara për patrullim në zona të sigurta.